Eci me një lajm të minutës fundit, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbështetur në nenet 73, 95 dhe 103 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 288 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe në nenet 13 dhe 118 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ka paraqitur kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit Belinda Balluku, lindur dhe banues në Tiranë, e cila ushtron funksionet e deputetit, ministrit dhe zëvendës kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Kjo shtetase është marrë në cilësinë të pandehurit në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, pasi akuzohet për kryerjen e veprës penale, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, e kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 258 fraksion 2 dhe 25 të Kodit Penal në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimi i tunelit të Llogaras. Gjithashtu, shtetësja Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit nën hetim për dyshimin e kryerjes së të njëjtës vepre penale për 7 procedura të tjera prokurimi me objekt. 1. Plotësim, rakordim dhe vazhdim i punimeve sheshi Shqiponja, Lumi i Tiranës, loti i parë, ndërtimi i segmentit rrugor, sheshi Shqiponja, Bulevardi i Ri, loti 2, ndërtimi i segmentit rrugor, sheshi Shqiponja, Bulevardi i Ri, Shkoz, urat mbi Lumin Tirana, ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 4, loti 5, loti 6 dhe loti 7. Kjo kërkesë ka për qëllim marrjen e autorizimit nga Kuvendi për procedimin e mëtejshëm ligjor, pasi u rrëzua nga gjykata kushtetuese për pezullimin antikushtetues dhe antidemokratik të një antarit të qeverisë, pa u tharende boja e vendimit të kushtetueses, prokurori në fjalë i kërkon Kuvendit autorizim për të arrestuar zëvendës kryeministren. Pra, sikurse edhe jemi duke e ndjekur në këto momente, është reagimi i cili është bërë pikërisht nga kryeministri Edi Rama, që arrestet pa gjyq, në daç në shtëpi e në daç me burg, janë bërë një mod e vrazhd në Shqipëri, e që Shqipëria është bërë një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur, një fakt i turpshëm pa asnjë lidhje me standardet demokratike europiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Europës, kjo dihet botërisht, thuhet ndërkohë në reagimin e bërë nga kryeministri. Eci më tej, por sigurisht që në rastin në fjalë, thot Rama, ne s'mund dhe s'do ta paragjykojmë kërkesën e prokurorit special, por duke qenë se ndryshe nga proceset e tjera, ku ne si rregull s'flasim për përmbajtjen e çështjeve, këtë herë na kërkohet të japim opinionin ton. Ne do të angazhohemi për të gjithë përgjegjësinë ton përpara shqiptarëve, që na dhanë 83 mandate, e do të përgatitemi për të mbajtur një qëndrim të drejtë, të qartë e të denjë, si forca udhëheqëse e vendit dhe e reformës në drejtësi.